Mirëmëngjes, përshëndetemi sërish së bashku. Vjen transmetimin e drejtë për drejtë këtu në Report Televizion me hapësirën e thjeshtë informativ të orës 8 dhe ndajmë së pari ngjarjet kryesore. Presidenti amerikan Donald Trump të rishet nga kërcënimi me tarifa doganore 50% e vendeve të Bashkimit Evropian muajin e ardhshëm. Pas bisedës mes Trump dhe Ursula von der Leyen, presidentis Komisionit Evropian, vendosja e tarifave shtyhet në 9 korrik, duke vjuar negociatat për të arritur një marrëveshje të mirë tregtare. Gënjeshtër të madh i quan kryeplaku i fshatit Pekisht, akuzat e PD-s dhe Berishës se mbante në lokal flet votimi për trenin bullgar. Për Report Televizion ai konfirmon se ishin thjesht faksimile për të edukuar qytetarët, ndërsa PD-n e akuzon për terror. Rezultati dobët i PD-s në Berat po nxjerr në papërplasjet mes njerëzve të Metës dhe atyre të Berishës. Në një intervistë për Report Televizion, Lefter Malishi i Partisë së Lirisë, i cili siguroi 5.000 vota personale, fajsoi Jeno Bozdon për humbjen e mandatit të tretë në Berat. 3 partitë të reja do të jenë pjesë e parlamentit me 4 deputet. Nuk dihet nëse Adriatik Lapa i nga nisma Shqipëria B do të jetë në kuvend, ndërsa Lëvizja Bashk ka një mandat që mban emrin e Redi Muçit. Mundësia vjen me Agron Shehajn dhe Erald Kaprin, rikthehet në parlament edhe Tom Doshi. Xhevdet Plaku, i njohur si Akili, dhe 5 personazhet e njohur të botës së krimit që u arrestuan teksa drekonin tek Gjiri Lalzit janë lënë në burg nga gjykata e Durrësit. Vetëm një është lënë me masën detyrimi për të paraqitur. Një sot turi 82 ciklistik i Shqipërisë. Policia do të bllokojë disa rrugë. Sot nga ora 11:30 deri në 12:30 do të bllokohet zogu i parë, rruga e Durrësit dhe autostrada Tiranë-Durrës deri në Kashar. Kufizime do të ketë për 5 ditë në disa akse drejt Elbasanit, Fierit, Vlorës e deri në përfundimin e garës në Shkodër. Seria A për sezonin 2024-2025 ka ullur siparin dhe ka dhënë verdiktet, përveç Napolit kampionë dhe Interit të vendit të 2 dje. Juventus i fitoi me vështirësi 3-2 në Venezia dhe kualifikohet në Champions, Roma në Europa League, Fiorentina Ligën e Konferencës, Lazio jashtë kupave të Europës, zbresin në Serin B, Empoli, Smajlit dhe Venecia.